Cilën ndryshme? Ngjyra që flasin ndryshe është një aktivitet I cili lindni nga një aktivitet tjetër në fakt, që është gra që ndriçojnë, ku shumë gra të qytetit u banë bashkë dhe gjatë diskutimeve vendosme që të krijojnë një aktivitet I cili ka në fokus fëmijët dhe të mundohena minimu pak edhe disa fëmijë të cilët janë ndryshe dhe nuk kanë mundësi për me përballu terapitë. Ideja ishte që në bashkëpunim me Fondacionin Ilios, I cilin unë në fakt e mora vesh që ekzistonte gjatë takimit të gra që ndriçojnë, vendosme që me sjell një cikël aktivitetesh ku në fokus kanë fëmijët, të cilët do jenë gjatë datave 2 dhe 3 prill. Kjo do zhvillohet nëpërmjet disa aktivitete me fëmijë, disa kurseve të kuzhinës që do bëhen në kuzhinën e Gojgadicave, do zhvillohen nëpërmjet disa pikturave që Jozi do I bëjnë me fëmijët për festë të Pashkëve dhe do jetë një mënyrë ku ne do ndihmojmë fëmijët të cilët kanë nevoja qartazi ekonomike. Gjitha këto produkte do kenë një stem të lidhshme, të cilat do shiten pastaj do fillojmë nga Gjoadoli, do vazhdojmë në pedonale, do përfundojmë para bashkisë, të cilat do mundohen të shesim qytetarë që janë në rrugë, po do jenë vetë fëmijë që do shesin punimet e tyre. Si profesioniste e cila jam çdo ditë në vit parë në punën me fëmijët me çrregullim të spektrit autik dhe jo vetëm, e di nevojën e madhe dhe rëndësinë e madhe të terapisë për këto fëmijë. Dhe gjithashtu kuptoj edhe vështirësitë ekonomike të cilat bëhen pjesë e një vështirësie akoma më të madhe në këtë raste. Prandaj terapia është shumë e nevojshme dhe është aktualisht e vetmja mënyrë dhe mënyra më e mirë se si këto fëmijë të rrisin aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë pikërisht të gjitha aftësitë të cilat I kanë dhe nuk mund t'i zhvillojnë në kushte natyrale. Prandaj më shohet shumë që të gjithë të ardhurat e këtij eventi të shkojnë pikërisht për terapitë e fëmijëve. Unë kësaj nismi u bashkoha me shumë dashuri, ne sot siç e shihni ato bazhana të vogla me dashuri shumë të madhe. Kena vu fëmijët përballë fëmijëve. Ideja është që fëmijët sot me këto krijimet e tyre t'i bashkohen kësaj nisme. Unë kërkoj që secili nga prindër të bashkohen nismës tonë, të sjellin fëmijët që të kalojnë një orë ndryshe, një ditë ndryshe dhe të bashkohen nëpërmjet artit, nëpërmjet kreativitetit.